Greva është, siç e kemi paralajmëruar dje, është duke vazhdu. 2 edicionet e lajmeve të orës 11 dhe të orës 13 nuk do të transmetohen për shkak të kërkesave tona që janë injoruar deri me sot. Eri tek kësaj po hymë në muajin e 3 pa paga. E kam thënë dje, po e them edhe sot, është situatë shumë e rëndë të kolegët tanë, edhe të mediumi publik. Andaj edhe njëherë përmes mediumeve t'juja, i bëjmë thirrje qeverisë e Kosovës që të ndërmarrë masa sa më shpejt të jetë e mundur. Sepse është situata emergjente. Secili keni familje, secili po jetoni në Kosovë, secili e dini të ardhunat, secili e dini vështërsitë, tash neve na u kanë shtu këto vështërsi. Me thonë, edhe këto paga që i kishim, nuk i kemi marrë, po hymë në muajin e 3. Bëj thirrje kryeministrit Kurtit që të mos e zgjas këtë situatë dhe të ndërhyjë menjëherë përmes zgjidhjeve ligjore. Zgjidhje ligjore ka, nuk e kemi përjashtuar mundësinë që greva të rritet në orë. Nuk e përjashtojmë mundësinë edhe të marrim veprime të tjera, fshajmë proteste në për edicione tjera, në për emisione. E kemi thënë edhe dje, po e thojmë edhe sot, nëse nuk ndërmiren masa, në fund të javës ose fillimi javës së ardhshme do të marrim vendim si sindikat, sepse 2 adresime ja kemi bërë menaxhmentit që të bojkotohet fushata elektorale. Nëse dikush mund të thotë që kjo është jo ligjore, atëherë pyetja jonë shkon menjëherë. A është ligjore me mbet 700 familje pa paga? Kjo protestë që është thirrur nga sindikata ka gjetë mbështetje edhe të një numër i madh i stafit që nuk jemi antar të asnjërës sindikat. Gjithashtu, në këto momente kur ne po bëjmë grevë, kemi informacione që përveç neve që s'jemi antar të sindikatave, janë duke e bojkotuar punën edhe antar të sindikatave të tjera. Gjithashtu tek Radio Kosova, siç e dini, është edhe atje duke u zhvilluar për momentin një grevë e njëjtë. Ne sot në vend se të mblidhem dhe të flasim për zhvillimin, për reforma në institucionin ku punojmë me vite, ne duhet të flasim për diçka që është shumë elementare, se që është paga, dhe na vjen turp që vim në një pozitë që duhet kërkojmë paga tona.